Jeshile për nafazolin, që do të thot jeni duke e përdorur sakt, është rasti kur ju keni përjashtuar me mjekun ose farmacistin tuaj rastet me të kuqe. Keni informacion dhe po bëni kujdes nëse jeni në një nga rastet me ngjyrë të verdhë. Dhe e treta, po respektoni këtë procedurë marrje dhe kujdesi. Tundni gjithmonë para përdorimit për pak sekonda shishen e sprajt. Fryeni lehtësisht hundet përpara përdorimit. Duke përdorur gishtin tregues, mbyllni njërin vërim të hundës. Mbani kokën drejt dhe në vrimin tjetër të hundës vendosni majën e spraj aplikatorit. Bëni 1 deri në 2 spërkatje pra spraj në atë vrim të hundës. Pa e hequr aplikatorin, bëni një hund tërheqje të lehtë, me qëllim që bari që hodhëm të mos bie në dysheme. Hiqni spraj aplikatorin, tërhiqni edhe një herë me hund në mënyrë më të fortë dhe duroni pa i shfry hundet për 20 deri 30 sekonda. Gjithë kjo që bari të arrijë deri lart në mukozat e hundës dhe të përthithet sa më shumë që është e mundur. Po kështu, veprojmë edhe me vrimin tjetër të hundës. Bëni kujdes që të mos spërkatni syt me këtë bar. Mbas përdorimit, shpërlani me ujë të ngrohtë ose fshini me një garz të pastër pjesën e sipërme të spraj aplikatorit që vendoset në hund. Duke bërë kujdes që kur përdorni ujë, ai të mos kalojë në shishën e barit. Rivendosni kapakun mbas çdo përdorimi. Nafazolin duhet të përdoret 3-4 herë në ditë nga 1 deri në 2 shkrepje në secilin vrim të hundës, për 3-4 ditë, jo më shumë dhe jo më shpesh. Ky është një informacion i shkurtër, apo siç quhet ndryshe shorts. Informacionin e plot e gjeni në kanalin Semafori Barnave në YouTube, kanal dedikuar informimit dhe edukimit mjekësor për barnat. Mos harroni të bëni subscribe. Abonimet në këtë kanal gjatë vitit 2025 do t'jenë falas. Jeni të mirëpritur.